E kjo pjesa këtu Përshëndetje, si jeni? Jemi direkt prej Kanal 10 live në specialin. A besoni se kam ndiku kjo protest për lirin e ish ushtarët, ushtishqimtarët? Po gjithsesi se ndikoj. Nga cili qytet jeni ardhur? Nga Mitrovica jemi ardhur gjithë së bashku, vllazni, kolegë, shok. Apo ju pengon ky ftoft? Ja, na pengon fare. Ja, jemi shumë mirë dhe shpresojmë që sa më shpejt të klerohet. Cili është mesazhi juaj për gjithë ata që janë në këtë protestë? Zoti ju shpërbleft. Faleminderit. Faleminderit. Do të tentojmë, përshëndetje zotri. Si je? Mirë, Nga cili qytet vini? Vim nga qyteti i Klinës. A besoni se kjo protestë do të përqejë një mesazh që do ndikojë edhe ndoshta në lirimin e... Ne si popull gjithmonë kemi quajtur mesazhin më të mirë të mundshëm dhe besoj që edhe ky do të jetë një mesazh i fortë se populli shqiptar kur nuk do të thyhet nga asnjë okupator e lehen këto kohra po them që jemi ty përjetuar dhe besoj që do të arrijmë atë që është më mira. Apo ju ndikon ky ftoft edhe rreshja e Borës për me dalin këtë protestë? Kjo është më së pakti që na ndikon, sepse kjo është një vllad, nëse ata lëshohen nga burgu që përsekutohen pa drejt. Faleminderit shumë. Respekt për ju. Pra afërdita ishin vetëm disa nga qytetarët që ne tentuam t'i marrim në prononcim, ku u shprehen se do të shpresojnë se do të lirohen edhe ish krerët e ushtrisë-shqiptare të Kosovës. Ne do të tentojmë edhe të marrim edhe dikën tjetër. Zotri, përshëndetje. Faleminderit, urdhëro. Jemi direkt në Kanal 10 në emisionin special për protestën që kemi mbajtur.